Zoti kryeministër, pashë gjatë fjalës tuaj u morët 2, 3, 4 herë me mua, aq sa e pat arsyeshme, duke quajtur si shqetësim të madh fjalët e mia në këtë foltore, pasi unë vendosa të qëndroj në këtë sallë, sikur ju pas kam prish dashurinë çunave, atë dashurinë intime që atë ditë. Rri pa merak, po të garantoj që çunat le të bëjnë gilivili sa herë të kenë qef dhe ku të duan. Unë kam marrë në këtë sallë, zoti kryeministër, jo nga ky ligj i gilivilit. Kam qenë në atë rresht atje kur ke ardhur zotrote ministri kulture në 98-ën. Ti ke qenë ullë të kjo zonja që është këtu. Nuk kam qenë ky që jam sot, me thinja, sepse kështu ishte sistemin e atë kohë. Unë nuk kam ardhur në këtë sallë as si pasoj e fletës bardhë që edhe ju dhe zoti Balla thatë, ja u kemi vënë dispozicion Partisë Demokratike, por ata nuk patën kell që ta plotësojnë. Tjetën fletë bardhë që plotësuat ju, zbashku me Partinë Demokratike në prill të 2008-ës. E kjo fleta e bardhë me sa shofun, për shqiptarët e hershëm që kanë qenë këtu, ngjanë si çeku i bardhë i natë ishit, për këtë pjesën e çunave të gilivilit, ngjanë si letër dashurie që herë çohet në njëra anë, herë në njëra tjetër, por pa post, herë çohet dorës, herë me tokë me dorën si qepalla. A di shqiptarë që nuk është formas kjo fletë e bardhë, as nga këta e as nga këta. Nuk është firmos sepse aq shumë është nxim prill 2008-ës, sa ftyrat apatike dhe të nxira që kanë dalë në këtë sallë në 3 palë zgjedhje, nga hatri i kësaj flete të bardhë, nuk kam pas kellë zoti kryeministër që të shkojnë atje ke qytetarët. Dhe të vinë siç kam ardhur unë këtu herën e parë 97-2001, nga vota e drejt për drejt e qytetarëve. Edhe siç ju, prej 3 palë zgjedhjesh keni qeverisur Tiranën si kryebashkiak i Tiranës. Po pse unë ja pas kam na lut dashurinë këtyre? Qofse e kam bërë këtë mëkat, Zoti më falt. Keni kohë të takoheni ku të keni qef e dashuroni sa t'ju haj krahu. Unë vetë jam tradicional, jam e variant në vjetër. Unë nuk besoj që ne nuk pas kemi hyrë në Evropë, se me shty murriz ju pas ka prish dashurinë çunave. Po tjetë kjo, unë po iki që sot nga kjo sallë, ta gëzojnë çunat Evropën, mu Zoti mbrojt nga kjo lloj Evrope. Zoti kryeministër, unë shoh që halli i madh i klasës politike shqiptare, këto 29 vjet, ka qenë pazari që është prish pasi është marrë kesti i parë. Përveç zgjedhjeve të 22 marsit 92-shit. Nga marsi 92-shit, në 27 vite post-komunizëm, kemi kaluar plot zgjedhje. 5 palë zgjedhje politike. 2 referendume, i ati që donë të bëhesh mret si pas jush 94-ën, dhe referendumi juaj i Ben Imamit dhe Njes Pasi Sabri Godës 98-ën, 6 palë zgjedhje lokale. Vetëm 2 palë zgjedhje janë pranuar pa sherrë publike. 2005 dhe 2013. Pse? Se këta që kanë qenë këtu, e kanë shu karriken të ngopur dhe kanë ikë duke glopsin. 2 herresht. Dhe e kanë thënë që duke se krym qa kishim. Pasi kanë dalë nga këtu të ngopur dhe në marrëveshje duke mos shkuar të lehen as i vend për zgjedhjet, a kanë hedhë në i dorë gjykuna, i ka ra 2-3, ku e di unë, ju filloj oreksi prapë e thënë, a më duke se ne i kanë vjetë herën tjetë zgjedhjet prapë. Por shqiptarët nuk besoj që hanë barë, kur shikojnë që si fletë e bardha, si qeqet e bardha, si tokja e dorës qepalla, si kyçja në zyrtën me Hoxhës, si takimet e çunave në motele, në hotele ku të kenë qef ata, nuk besoj që ju kanë bë mirë qytetarëve të veni në këto 29 vjet post-komunizëm. Me që kjo marrëveshja e 2008-ës, pas ka sjell këtu më shumë zonja, ju i thatë gra, unë të t'jemi sinqert, pa dash para gjykoj
zonjat e nderuara në këtë sallë dhe jashtë kësaj salle, kudo që janë. Unë nuk besoj që Shqipëria ka vujtë 29 vjet se s'pas ka pas zonja. Jo, kryeministre, ne kemi vujtë se gjysma e burrave kanë qenë më keq se zonjat. Se ndryshe thonë kur janë tavolinë, ndryshe bëjnë kur ikin. Më keq se zonjat që llapin gjithë ditën në rrugë, jo zonjat e nderuara. Unë besoj që Shqipëria ka vujtë nga mungesa e burrnista atyre që e kanë quajtur veten burra shteti. Në fakt, kanë qenë jo burra, po byra shteti, zoti kryeministër. Ata që kanë marrë vetëm për burra shtetin e këtë vend, ka treguar koha në këto 29 vjet që kanë qenë si gratë të lendarkat lagjes dhe byra shteti, jo burra shteti. Ndaj, nëse që ka ky meraku, unë besoj që të ruajmë kohët për ta ndryshojmë këtë ligj, për këta zonja që duan të jenë në këtë sallë, po të ndryshojmë ligjin që të mos fshihen ata që jargaviten edhe në zyrën tate, edhe në zyrën e kryetarit partisë rrugores, edhe në zyrën e kryetares partisë tjetër, të vinë këtu ata që realisht kanë mbështetje nga qytetarët, që të flasin emrin e qytetarëve. Në këtë sallë bëhet qameti duke folë për popullin. Rreth e qak kryeministisë e në përshtylla palma që a thatë ju pak më parë, digje dhe ata tjerë për popullin. Ama 3 palë zgjedhje i fshihen popullit si djallit Temjanit. Shkojnë e për këtë popullit, ju votoj popullit, hajni këtu. Që është kjo sikleti madh? Doni të bëjnë ligjën e për popullit, doni të flisnin e për popullit, doni të thoni që janë profesorës të popullit. Vetëm kur t'ju zgjedh populli me emër, atë sillen mbi emër, flas për ato që kanë. Se i pjesë, thot zoti Balla në herë kështu me gallat, edhe nuk e qëllojnë dot. A kanë as kanë atësi kështu, ligjore, biologjike, natyrale, ku diun. Ndaj, ne kemi qëndruar këtu, unë një nga ata, për t'ju bërë me dije edhe mazhorancës, edhe qytetarëve, që nuk është hall për shqiptarët, pse në këtë sallë duhet vinë me votë qytetarëve shqiptarë, ata që e meritojnë të jenë në këtë sallë. Edhe ju do të bini marahat vetë nëse ju mytën servilat. Ministri i Shëndetësisë i paracakohesh Leonard Soli më thotë që rash një aksident kur iksha në Burrel. Aq servil kishte qenë shefi i kabinetit, sa zbriti dhe më tha, zoti ministër, për zoti mos kishte qenë ti ndihmonta, do ishin vrarë gjithë. Ky urzu. E shkarkova, dhe ju bini rahat nga këta më. Që edhe kur ju përmyset makina, ju drotrakasin, thotë, ke manovru si pilot. Ku është përmys makina, ti do kam manovru. Unë besoj që ky vend ka nevojë për njerëz që të vinë në këtë sallë nga vota dinjitoze e qytetarëve shqiptarë. Ata siç vinë dhe ikin, unë besoj që halli i ka bërë që t'ikin jashtë shtetit, nuk paragjykoj asin ata. Nuk ka majtë statistika se sistemi tim si juaj, herë fike si radarët e herë nizej kur duhej, herë duhet mos funksionante se më qifishin kampioni çunëve që hynte e dilte për sa vetë, por e vërteta është që na 3.680.000 votus, që në letrat e gjenët civile dhe në listat e votusve që palën në KQZ-ja, ka ky vend, në zgjedhjet më të mira, lokale apo parlamentare, nuk kanë votuar më shumë se 1.900.000 veta. Unë nuk besoj që 1.700.000 shqiptar rrinë në shtëpi ditën e votimit. Ja u garantoj që 95% e atyre që kanë drejt vote që janë në Shqipëri vinë në votime. E sidomos pas 2005-s vinë në votime, se është quajtur çfarë biznesi që është ngrit tregu i votës. Është ngrit tregu i votës se ka ra interesi i qytetarëve për të zgjedhur atë që do të flasnë emër tyre. Është ngrit tregu i votës se kanë parë që këtu janë blerë deputet për të zgjedhur presidentin. Tentohet bëhet blerje deputetësh për të kalu hallin, dhe ndaj qytetarët e thotë sa të shërbej deputeti si pi grumullim i votës teme, po e shes vetën drejt për drejt, se prodhimi që dhe i votën. Kanë gjuhë që 500 euro blerje deputet. 10.000 vota, thotë, bëka 50 euro vota ime. Unë kam dorë të shes ditë në djelë 50 euro, aj sa i takon kiles votës ati. Ndaj zoti kryeministër garantoj çunat që Myslim Murrizi nuk ja u prish më lojën, ne duhet ju prishim lojën atyre që tallen me fatin e shqiptarëve, me hallët dhe fukurallikun e shqiptarëve, ta prishim këtë sistem zgjedhor të fletës barë 2008-s, dhe të bëjmë një sistem zgjedhor për të pru këtu njerëz me fytyrë të bardhë që kur të flasin në këtë foltore në emër të qytetarëve, të mos njihen pishmon se gjetën belan deputete shkret nga të gjitha krahët, si enda cakët, 4 vjet në i qark, 4 vjet në i qark,
Asi shok nuk kanë zonë, kontrolloja celular, zoti kryeministër. Këtë deputet që kanë 4 numra telefoni. Qitë si të qumshit, asaj që i fshin shpinë, shoferit edhe bashkëshortës. Faleminderit.